Këtu është horoskopi e diel 8 qershor 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ju duhet të përpiqeni të shmangni çdo lloj konflikti nëse nuk doni të rrisni mundësinë që një fjalim i caktuar të përfundojë përgjithmonë. Në këtë periudhë rreziku i vetëm është të jetosh dy histori ose të emocionohesh shumë, të kujdesesh për formën fizike. Demi. Ditë e mirë për të bërë gjëra të reja, jeni gati për të fituar gjëra të rëndësishme. Zemra juaj është e qetë. Ju do të jeni në gjendje të zgjidhni konfliktet dhe përplasjet. Në dashuri jeni duke kërkuar mirëkuptim. Kujtoni që Demi dëshiron stabilitet dhe urën të pakënaqurit. Binjaket. Ju jeni shumë i lodhur sot. Mundohuni të sqaroni atë që dëshironi. Nuk duhet të jeni pesimist, në dashuri jeni shumë kritik, ndoshta edhe shumë kërkues. Gaforja. Më mirë në mëngjes. Sa i përket dashurisë, ju jeni më i disponueshëm pavarësisht se dikush nuk ju tregon historinë e duhur. Luani. Kush luan në kohërat më të mira fiton. Mundohuni të qëndroni të qetë dhe të shmangni argumentet. Rinovim i përgjithshëm. Virgjeresha. Është një ditë me interes siç do të jenë javët e ardhshme. Për fat nuk jeni në humor të keq, zgjedhjet tuaja janë fituese, ju jeni të dashur. Peshorja. Një ditë që ngre humor të mirë dhe favorizon rastet me fat në përgjithësi. Sot je i zhytur në mendime dhe, kur izolohesh, fillon të mendosh për atë që duhet të bësh, hyn në një lloj meditimi pozitiv. Akrepi. Nëse ka pasur diskutime ose probleme, sot është më mirë të rrëshitni gjërat, për të cilat nuk jeni drejtuar. Sonte do të jesh më i lodhur dhe nervoz, është një ditë kur duhet të qëndrosh larg ndërlikimeve të panevojshme. Kini kujdes me binjakët. Shigjetari. I madh është hutimi që mbretëron në dashuri. Ka çështje burokratike që ende duhet të analizohen me kujdes. Bricjapi. Një situatë që favorizon kryesisht jetën familjare dhe miqësi. Jetë familjare më e gëzuar dhe e këndshme. Ujori. Dita e lodhjes dhe e shqetësimit. Ju që urreni të kërkoni mendime ekspertësh, tani jeni të detyruar të përdorni ndihmë. Peshqit. Jemi në një fillim të shkëlqyeshëm. Në dashuri nëse nuk largoheni përsëri është vetëm nga frika. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi së shpejti.